Ministria e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka kritikuar ashpër Edi Ramën për një letër të përbashkët me Aleksandar Vučićin, duke thënë se dëmton Kosovën. Sipas burimeve pas dekretave të saj, Rama ka urdhëruar që të bllokohet çdo vizitë zyrtare e Gërvallës në Shqipëri, përmes ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, raportuan mediat atje. Në lidhje me këtë zhvurim ka reaguar edhe analisti Ron Gjinovci. Në një postim në rrjetet sociale, ai ka shkruar: "U myta tu ju thënë që Shqipnia është me Serbinë, por po menoni që pe egzagjeroj." Profesori Enver Bytyçi, në një prononcim për Bota Sot, ka komentuar zhvillimet e fundit ku raportua se kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka urdhëruar ministrin për Evropën dhe punë të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, që të pamundsojë çdo vizitë zyrtare në Shqipëri për ministren e drejtësisë së Kosovës, Donika Gërvalla. Bytyçi ka deklaruar se Gërvalla e ka kritikuar ashpër Ramën për letrën e përbashkët me Aleksandar Vučić, të publikuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung, duke akuzuar se shpesh i del në ndihmë Vučićit në momentet kur ai përballet me vështirësinë e raport me Perëndimin. Ai ka nënvizuar se kjo nuk është hera e parë, duke kujtuar edhe qëndrimet e Ramës në vitin 2023, kur kishte kërkuar mirëkuptim për Serbinë lidhur me mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Ministria e Drejtësisë dhe zëvendë kryeministria e Kosovës, Donika Gërvalla, bëri pak ditësh një deklarat kritike deri diku të ashpër ndaj kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Objekti i kritikës ishte letra e përbashkët e zotit Rama me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, dhe publikimi i kësaj letre në gazetën e njohur gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Në atë letër të dy liderët autokrat ballkanik shprehen të gatshëm të heqin dorë nga integrimi politik në Bashkimin Evropian dhe të pranojnë vetëm integrimin ekonomik në tregun evropian. Zonja Gërvalla tha se Edi Rama i vjen në ndihmë presidentit Vučić sa herë që ai gjendet në vështirësi në marrëdhëniet e tij me Evropën dhe Perëndimin dhe ndihmon atë të kapërcejë vështirësitë në këto marrëdhënie. Kjo është shumë e vërtetë. Në pranmerën e vitit 2023, zoti Rama pati kërkuar në një samit të NATO-s që Serbia dhe presidenti i saj të tolerohen dhe të mirë kuptohen pse ata nuk i vendosnin sanksione Rusisë pas agresionit të Moskës kundër Ukrainës. Ishte një avokatie pa nevojshme që i vinte në ndihmë atë kohë jo vetëm Serbisë, por edhe Rusisë. Tani kërkon që Serbia dhe Shqipëria, dhe kjo e fundit për hatër të Serbisë, të futen vetëm në tregun evropian të ekonomisë, biznesit dhe investimeve. Heqin dorë nga vetoja, përfaqësimi politik dhe çdo gjë tjetër që i konvenon Serbisë, ka thënë ai. Mëtej Bytyçi ka kritikuar ashpër reagimin e qeverisë shqiptare, pasi që është urdhëruar ndalimi i vizitave zyrtare të Gërvallës në Shqipëri. Sipas tij, një veprim i tillë do të përbënte një përkeqësim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe një masë pa precedent ndaj një zyrtareje të lartë nga Kosova. Zonja Gërvalla nuk e tha, por unë mendoj se ky variant i hap rrugë Serbisë për në BE pa patur nevojën ta njeh Kosovën. Pra ajo letër dhe ai model që propozon Edi Rama e dëmton interesin e Kosovës. A u konsultua kryeministri i Shqipërisë në këtë rast me autoritetet e Kosovës? Jo. Atëhere pse të fshihet dielli me shosh e të mos thuhet e vërteta e saj letre? Pse të mos përmenden motivet e saj dhe qëllimet gjithashtu? Shkurt, raporti me të vërtetën e deklaratës së zonjës Donika Gërvalla është i saktë, është real dhe i pakontestueshëm. Sipas Bytyçit, Edi Rama ka nënmarrë edhe më herët veprime që i cilëson si të dëmshme për Kosovën. Ai përmend anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive në Gjakov 24 orë para mbajtjes, duke interpretuar këtë si një masë njëanshme ndaj Prishtinës. Në fakt, nuk është hera e parë që ky lider i Tiranës zyrtare vendos sanksione kundër Kosovës. Ai vuri përpari, para Bashkimit Evropian, sanksione ndaj qeverisë së Kosovës, kur në fund të qershorit 2023 vendosi njëanshëm anulimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive në Gjakov, vetëm 24 orë para se të organizohej kjo mbledhje. Pse? Sepse Serbia po celebronte kryetarët e komunave në veriu të Mitrovicës, një e drejtë kushtetuese e pakontestueshme. Por nuk mjaftoi me kaq. Kryeministri i Shqipërisë loboi aso kohë që Komisioni Evropian të vendoste sanksione kundër Kosovës dhe të ngrinte qindra milion euro për të. Edhe kjo ishte në shërbim të Serbisë dhe presidentit Vučić. Në mos flasim për aktivitetin e Edi Ramës për ndarjen e Kosovës, apo për iniciativën anti-Kosovë të Mini Schengenit dhe Open Balkanit, ose për minimin e iniciativës gjermane të procesit të Berlinit, atë proces në dobi të Ballkanit perëndimor dhe sidomos të Kosovës, ka thënë ai.
Profesori ka vazhduar me kritika ndaj Ramës, duke pretenduar se veprime të tilla si masat ndaj Gërvallës i shërben interesave të Serbisë dhe indikimit të Aleksandar Vučić në rajon. Ai ka theksuar se përçarja e faktorëve politik shqiptar, sipas tij, ka qenë e vazhdueshme në vite, duke përmendur raste politike në Kosovë, Shqipëri dhe në rajon. Po ashtu Bytyqi ka përmendur zhvillimet që lidhen me rajonin, përfshir figura si Ali Ahmeti, Dritan Abazović dhe aktorë të tjerë politik shqiptar, duke argumentuar se këto ndërhyrje kanë ndikuar në fragmentimin e spektrit politik shqiptar. Ndërkohë shërbimin më të madh Edi Rama ja bën Serbisë përmes masave të tilla si kjo që është vendosur kundër Donika Gërvallës. Përçarja e politikës shqiptare përmendet në të gjitha elaboratet serbe. Kjo rekomandohet si kusht i rritjes së prezencës dhe indikimit të Beogradit në territoret dhe mbi popullsinë shqiptare. Këtë mision e ka kryer Edi Rama në Shqipëri, veçmas në Kosovë, por edhe tek shqiptarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Luginës së Preshevës në mënyrë perfekte. Asnjë punë nuk e ka kryer ai me kaq perfeksion sa detyrën që ka marrë për t'i përçarë shqiptarët. I përçau shqiptarët në vitin 2014, kur shkoi në Prishtinë dhe nderoi Recep Qosjen dhe injoroi Ibrahim Rugovën. I përçau ata kur u mor me ndarjen e Kosovës dhe e paditi kryeministrin e kohës të Kosovës, Ramush Harinajin. E përçau kur imponoi gjykatën speciale të Kosovës në Hag, kur u mor me Ali Ahmetin për t'injoruar faktorët të tjerë të politikës në Maqedoni, kur mbështeti një farë Shqiprim Arifi për të luftuar Shaip Kamberin, kur mbështeti Abazovićin në marrëveshjen e tij me Kishën Ortodokse të Serbisë. Shkurt, Edi Rama duhet shpallur non grata në Kosovë dhe jo Donika Gërvalla në Shqipëri.